Gjatë qëndrimit në Vlorë, kryeministri Edi Rama inspektoi fazën e parë të punimeve në portin e qytetit bregdetar. Ambicia e qeverisë është që me investimin prej 15 milion eurosh, ta kthejë këtë port në stacion për ankorimin e anijeve të mëdha turistike. Rehabilitimi i plot që parashikohet të përfundojë brenda vitit, përfshin edhe ndërtimin e një sheshi kryesor mallrash dhe një terminali udhëtarësh. Projektin që kemi ne të Lungës, lungëmarrja fatikisht vazhdon. Dhe këtu ka një zonë që është portjatesh dhe vazhdon pastaj ikën drejt Sodës. Atje. Kreu i qeverisë inspektoi edhe punimet në rrugën transballkanike, ku është drejt finalizimit segmenti që lidh këtë rrugë me superstradën Fier-Vlorë. Bënim me cilësi maksimale këtë pjesë, sepse kjo është hyrja e re e Vlorës. Dhe këtu duhet të ketë çdo gjë me standarde europiane. Ky segmenti i hyrjes në këtë sezon të jetë komplet gjë tjetër. Gjatë qëndrimit në qytetin bregdetar u inspektua edhe rruga e përfunduar që lidh bashkinë me Spitalin e Vlorës.